efekte anësore, kështu si... Jo, efekte anësore nuk ka, përveç atë cilat i ceka po, gurnët e idhtën, kush merr antikoagulant, edhe kush ka ulqer aktive të lukthit, nëse ka aktive për shembull në formën ty gjakdherës e diçka, ata pacienta nuk duhet ta konsumojnë. A është prej atyre produkteve që ka një afat caktuar sa mund ta përdorim e duhet pauzojmë, apo mund të jetë pjesë e rutinës tonë? Kjo është lloj ushqimi, domethënë nëse bëhet pjesë e rutinës ushqimore është edhe më mirë. Kurkumini, ky produkt është edhe i përshtatshëm për pacientat të cilat kanë edhe diabet, sepse nuk ka sheqer edhe nuk e rrit nivelin e sheqerit në gjak. Për të parë efektet e para duhet të shkojnë disa ditë. Jo vetëm te kurkumi, por te të gjitha suplementet e ndryshme rekomandohet së paku 3 muaj. Bile shumë suplemente në treg i kemi nëse në formë kapsulare nga 100 kapsula i përmbajnë që të jenë